Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Një foshnjë e porsalindur është gjetur në një qese të zezë pranë një deponie mbeturinash në Prishtinë. Lidhur me këtë është deklaruar Prokuroria Themelore në Prishtinë. Ata ka thënë se prokurori kujdestar është njoftuar për rastin dhe se po ndërmerren të gjitha veprimet hetimore për çështjen. Ndërkohë, policia e Kosovës ka ftuar qytetarët për bashkëpunim lidhur me këtë rast. Zëdhënësi policisë për rajonin e Prishtinës Agron Borovci ka thënë se sot rreth orës 11 policia ka pranuar informatën lidhur me dyshimet për një foshnjë të braktisur në afërsi të deponisë së mbeturinave në rrugën Qëndresa në Prishtinë. Ai tha se ekipet emergjente kanë konstatuar se foshnja e porsalindur ishte pa shenja jete. Organizata e veteranëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës pas letrës së dërguar emisarit të posaçëm të SBA-s për misionet e veçanta Richard Grenell, sot i është drejtuar me një letër të hapur komisionarit për të drejtat e njeriut të Këshillit të Evropës Michael O'Flaherty, përmes së cilit ka ngritur shqetësime serioze mbi mënyrën e funksionimit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag. Në këtë letër, veteranët kanë kërkuar që të nisë një hetim ndërkombëtar dhe i pavarur mbi shkeljet sistematike të drejtave të njeriut ndaj të akuzuarve që po mbahen në Hag. Gjithashtu në letër theksohet se dhomat e specializuara po bëjnë abuzime procedurale mbi këtë çështje, duke shtuar se procedurat janë njollosur nga paraburgimet të tezgjatura. Dështoi sërish për të 18-ën herë konstituimi i Kuvendit të Kosovës, edhe pse në sallë ishin 106 deputet, megjithatë me 52 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, nuk u votua komisioni që do të procedonte me votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Paraprakisht kryesuesi i seancës Ardi Dehari nga VV kërkoi sërish nga partitë politike të propozojnë kandidatët e tyre për formimin e komisionit për procesin e votimit të fshehtë të kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Dehari ndërpreu punimet e seancës duke thirrur atë për ditën e mërkurë në orën 11. Pas dështimit të 18 për konstituimin e Kuvendit, sërish janë deklaruar përfaqësuesit e partive politike me akuza dhe kundërakuza, derisa lëvizja vetëvendosje ka vazhduar me kritika në drejtim të partive të tjera për bllokim të konstituimit të Kuvendit. Nga ana tjetër, PDK, LDK dhe AK thanë se nuk ka krizë juridike, por Kosova është në krizë politike për shkak të moskonstituimit të Kuvendit. Në përket neve si PDK, unë besoj që nuk duhet pritet as 2 ditë, sepse rregulloria thot brenda 48 orëve kjo mund ndodhë dhe brenda 24 orëve dhe nuk do të ishte fare e gabueshme nëse mblidhe me çdo ditë, sepse kjo do të ishte parazitash një detyrim që kemi para votuesve që na kanë zgjedhur këtu, edhe ndoshta një presion ndaj njëri tjetrit që të dilet nga kjo situatë, por nuk pres që një gjë e tillë të ndodhë për shkak të faktit tashmë të dëshmuar që vetëvendosja nuk është e interesuar që të zhbllokojë situatën. Unë njëherë shpreh keqardhjen para gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës për këtë situatë që është bërë vërtet e tepërt, e cila po e dëmton vendin tonë dhe jetat e përditshme të qytetarëve të Kosovës në vazhdimsi dhe bëj thirrje edhe njëherë si në çdo rast tjetër, lëvizjes vetëvendosje dhe liderit saj zotit Kurti që ta ndrojnë kandidatën dhe të vinë me një kandidat në mesin e atyre që e dinë që i kanë, që mund të merr shumicën për të bërë kryetar apo kryetar Kuvendit dhe që të shkojmë tutje në konstituimin edhe të Kuvendit Republikës Kosovës, por edhe në afatet kushtetuese për themelimin e qeverisë. Fatkeqësisht nuk ka as interes e nuk ka as urgjencë për partinë e parë të bëjë institucionet. A do të ketë një urgjencë pas e ke deklaruar se Kurti në takimin me presidentin ka thënë që nuk ka urgjencë? Për shkak se s'ka urgjencë, ka dhe zvarritje, për shkak se s'ka urgjencë, ka dhe propozime që seancat mos mbahet sipas rregullorës. Mungesa e urgjencës është vërtet lajm i keq për Republikën e Kosovës, sepse Kosova ka nevojë për institucione, ka nevojë për veprime politike të partisë së parë. Është e pakuptueshme se si një parti me 48 deputet nuk arrin të bëjë një shumicë minimale. Ju faleminderit. Ishte një kërkesë e kryesuesit të seancës
që të konsultohemi, që seanca të mbahen çdo javë, normal që u refuzua nga të gjitha nga partit opozitore, për shkak se është keli kushtetutës, se me kushtetutë thuhet që çdo 48 orë, andaj nuk e pranuam. Po në fakt tash po nisem për në gjykatën kushtetuese, është afati i fundit për dërgimin e komenteve, kemi hartu edhe disa komente në përkrahje dhe në mbështetje të asaj që kemi dërguar dhe arsyetimin sepse duhet të trajtohet me seriozitet. Po besoj që lëvizja vetëvendosur tani më ka treguar që është konstruktive, ketë hapat e procesit që për synim ka pas zhbllokimin e Kuvendit të Republikës. Pra ju e dini që na po vim edhe po votojmë për. Bllokues janë ata që votojnë kundër. Pastaj ka qenë një trysni e madhe duke thonë që duhet një diskutim mes subjekteve politike. Kryeministri Kurti i ka thirrë, ju e dini që ata nuk kanë ndrru qëndrim. Pastaj është thonë që do të marrëveshje politike ma gjithë përfshirëse. Është bërë edhe kjo për kryeministrit Kurti, ku i ka bërë ofertë LDK-s që ta bëjmë një marrëveshje edhe për Kuvendin, edhe për qeverinë, po LDK-ja ka refuzuar dhe ju e dini ndoshta është pyetje më e mirë mja bëj LDK-s pse ata refuzojnë me orë pa PDK-n. Për shkak se për mua është komplet e palogjikshme ku lëvizja vetëvendosje vetëm me LDK-n 48 plus 20 bën 68, përfshi këtu edhe komunitetet jo serbe me 78 deputet një qeveri, po besoj që ja kishim dole edhe te presidenti me boni zgjidhje. Po LDK-ja refuzoi për shkak se tha na nuk vim pa PDK-n. Për neve është e papranueshme dhe ne refuzojmë me bë çfarë do oferte për PDK-n. Ka nisur procesi i rivarosjes së 16 dëshmorëve të komunës së Istogut. Procesi po realizohet nga Forca e Sigurisë së Kosovës, Instituti i Mjekësisë Ligjore në bashkëpunim me Agjencinë për Menaxhimin e Memorialeve të Kosovës dhe institucione të tjera. Dëshmorët do të rivarosen në kompleksin memorial në Vrell. Kryetari i komunës së Istogut, Ilir Ferati, tha se rivarimi i dëshmorëve në një kompleks të përbashkët është një akt i dinjitetshëm dhe i domosdoshëm për të kujdesur siç duhet për kujtesën tonë historike. Ndërkohë, 26 vjet më parë në burgun e Dubravës ka ndodhur një nga masakrat më të mëdha në Kosovë kundër shqiptarëve nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Atëkohë, brenda burgut janë vrarë 160 të burgosur shqiptar dhe janë plagosur më shumë se 300 të tjerë. Masakra në burgun e Dubravës është kryer prej 19 deri më 24 maj të vitit 99. Brenda burgut të Dubravës gjendet një pllak përkujtimore me emrat e të gjithë atyre që janë vrarë në këtë masakër, që konsiderohet si një nga masakrat më të mëdha të regjimit serb të kryer ndaj shqiptarëve. Për këtë masakër ende nuk është dënuar askush. Situata e krijuar me mbeturina në kryeqytet qysh nga java e kaluar bëri që kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, të pres në takim një grup të përfaqësuesve të sindikatës së kompanisë pastrimi. Gjatë kohës sa po zhvillohej takimi, një grup i punëtorëve protestuan para objektit të komunës. Drejtori i shërbimeve publike Bekim Brestovci ka shprehur gatishmërinë që me përfaqësuesit e kompanisë pastrimi të nënshkruajnë kontratën 1.5 milion euro për punët shtesë. Vazhdoj me lajmet nga sporti. Federata e Basketbollit e Kosovës ka shënuar një moment historik në Kongresin Botror të FIBA-s, ku prezantua si shembull suksesi në planifikim strategjik. Me pjesëmarrjen e 167 federatave nga mbar bota, Kosova mori vëmendje të veçantë për qasjen e saj profesionale në zhvillimin e basketbollit. Federata e Basketbollit e Kosovës ka qenë pjesë e Kongresit Botëror të FIBA-s, mbajtur më 16 dhe 17 maj në Bahrein, me pjesëmarrjen e 167 federatave, një rekord historik. Kryetari i FBK-s Arben Fetahu dhe sekretarja e përgjithshme Elvira Dushku përfaqësuan Kosovën në këtë ngjarje madhore. Për herë të parë, FBK uftua të mbajë një prezantim në këtë nivel, ku Fetahu ndau përvojën e Kosovës në hartimin dhe zbatimin e planit strategjik 2021-2025 në partneritet me FIBA-n. Kjo u vlerësua si shembull i mirë i planifikimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në sport.
Ndërkohë, për herë të parë, 14 trofe të garave të FIBA-s u ekspozuan në këtë ngjarje dhe koleksioni breslënës i argjentit nënvizoi natyrën globale të sportit dhe rëndësinë e kupave të ndryshme kontinentale dhe kupave botërore u 19 të këtij viti. Një sër ndryshimesh në statutin e përgjithshëm të FIBA-s u miratuan gjithashtu nga Kongresi. Kongresi përfshiu diskutime për strategjinë e FIBA-s, fuqizimin e basketbollit të femrave, transformimin digital, si dhe shërbime të reja për federatat kombëtare. Prezantimi i FBK-s është dëshmi e reputacionit në rritje të sportit kosovar në arenën ndërkombëtare. Klubi kryeqytetas ka arritur suksesin më të madh nga themelimi, duke inkuadruar për herë të parë në elitën e futbollit kosovar. Pas një edicioni mbreslënës në grupin B të ligës së parë, Prishtina e Re e mbyll kampionatin në vendin e parë, duke siguruar ngjitjen direkte në Superligë. Prishtina e Re ka arritur suksesin më të madh në historinë e saj, duke siguruar për herë të parë pjesëmarrje në elitën e futbollit kosovar. Ky sukses historik u arrit pas triumfit në grupin B të ligës së parë, ku skuadra nga kryeqyteti u shpall kampion me 69 pikë pas fitores 3-0 ndaj Kikës në gjiron e fundit. Golat për Prishtinën e Re i shënuan Astrid Berisha 2 herë dhe Abdul Razak. Pas ndeshjes, kampionëve ju ndan medaljet dhe trofeu nga antari i Komitetit Ekzekutiv të FFK-s, Ismail Ajeti, dhe kryetari i Prishtinës, Përparim Rama. Ndjenje veçantë, pasi që po bëhen 3 vite që jam pjesë e skuadrës edhe qysh prej ligës 2 e kemi pas këtë vizion. Nashta në fillim është dukë që nuk është diçka e realizueshme, po në organizimin edhe me krejt akterët e klubit ja kemi dalë bon, ja ku jemi sot e kena arrit me fut ekipën Super League, kjo fol krejt akterëve prapë për e thamë, si kryesia e klubit, kryetarit, drejtorat që kanë qenë afër neve, gjithashtu edhe lojtarët, meritat e tyne takojnë më shumëti, sepse jem konë akterët kryesor në fush, e normal edhe stafin punus me cilën punoj. Është ndjenje mirë për arsye edhe të moshës 3, po shpresoj që në të ardhmen edhe ka mëndru edhe nashta perceptimi edhe për kolegët e mi të cilët janë në të njëjtën ambicie për të ardhmen edhe pse jo me pas të njëjtën sukses. Pas 3 viteve punë, sakrificë, ndjerës e mund, arretëm ma në fund më u shkollë kampion. Faleminderit mas pore presidentit që nuk konë gjithmonë mbrapa, kryesis e mbi gjitha trenerit që ka po një super punë dhe po arrim me gëzu këtë titull. Shpresojmë e urojmë që t'jemi edhe vitin tjetër një ekip shumë e fortë në Superligë. Ndërkohë Vushtrria që e mbylli grupin në vendin e dytë me 67 pikë do të luajë në ndeshjen e barazhit ndaj Lirisë, nën kampione e grupit A. Kjo ndeshje zhvillohet më 24 maj në stadiumin 18 qershori në Knin dhe fituesi do të ketë rastin të luftojë për një vend në Superligë. Nga liga e parë, këtë edicion kanë rënë 4 skuadra: Raoveci, Mitrovica, Flamurtari dhe Fush Kosova, ndërsa nga sezoni i ardhshëm liga e parë do të organizohet si një ligë unike me 16 skuadra. Ish presidenti Amerikan Joe Biden, 82 vjeç, është diagnostifikuar me kancer të prostatës, e cila sëmundje tashmë i është përhapur edhe në eshtra. Ndaj lajmit për sëmundjen e presidentit kanë reaguar edhe presidenti Trump, ish zëvendës presidentja Harris, ish presidenti Obama dhe kryeministri britanik. Ish-presidenti Amerikan Joe Biden është diagnostikuar me një formë agresive të kancerit të prostatës, e cila tashmë është përhapur dhe ka kaluar edhe në eshtra, kështu kanë njoftuar përmes një deklarate nga zyra e ish-presidentit. Biden, 82 vjeç, i cili përfundoi mandatin dhe u largua nga shtëpia e bardhë në janar të këtij viti, u diagnostikua të premten pas konsultimeve me mjekët për shkak të simptomeve urinare. Ish-presidenti dhe familja e tij po i shqyrtojnë mundësitë dhe variantet për trajtimin e sëmundjes. Nga zyra e presidentit kanë thënë se kanceri që ka prekur ish-presidentin është i ndjeshëm ndaj hormoneve, që do të thotë se ka të ngjarë të menaxhohet.
Ndaj lajmit për sëmundjen e ish-presidentit ka reaguar edhe presidenti Trump, i cili në rrjetin social ka shkruar se ai bashkë me bashkëshorten Melanie janë të trishtuar me lajmin për diagnozën mjekësore të Bidenit. I urojmë shërim të shpejt dhe të suksesshëm, ka shkruar Trump. Ka reaguar edhe ish-zëvendëspresidentja Kamala Harris, e cila në rrjetet sociale ka shkruar se Biden dhe gjithë familja e tij janë në zemrat dhe lutjet tona. Biden është luftëtar dhe unë e di se ai do të përballet me këtë sfidë me të njëjtën forcë, qëndrueshmëri dhe optimizëm që gjithmonë e ka definuar jetën dhe lidershipin e tij. Shpresojmë për shërim të shpejtë dhe të plotë, ka shkruar Harris. Një reagim tjetër ka ardhur edhe nga ish-presidenti Barack Obama, që shërbeu nga viti 2009 deri më 2017 si president i Shteteve të Bashkuara, i cili ka thënë se e gjithë familja Biden është në mendjen time dhe të bashkëshortës Michelle. Ka reaguar edhe Keir Starmer, kryeministri britanik, i cili ka thënë t'i vije shumë keq për sëmundjen e ish-presidentit Biden. Familjes Biden i ka uruar gjitha të mirat, shërim të shpejtë dhe të plotë. Ish-presidenti Biden në vitin 2015 humbi djalin e tij të madh, Beau, nga kanceri në tru. Dhe për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni edhe në rrjetet tona sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Dhe mos harroni, jeni mi gjithmonë live në rtklive.com. Ju falenderit për vëmendjen tuaj dhe mirëmbëjtje.